Janë disa biseda me njerëz që mbarojnë kohë më parë, por nuk largojnë kurrë nga mendja jonë. Ne rikthehemi gjithmonë asaj që thamë, asaj që ato na thanë, ose ndoshta duhet kishin thënë. Dhe kjo vazhdon të rrotullohet në kokën tonë, qoftë kur jemi duke bërë dush, duke ecur, apo përpara se të na zërë gjumi. Një nga vështirësitë më të mëdha është kur mendja humbet aftësinë të pushojë. Shembull, ndodh që të rikthehemi tek një debat që kemi patur me një mik, apo kur një takim nuk shkoi siç pritëm, dhe mendja përsërit vazhdimisht, sepse nuk është dakord me atë përfundim dhe kërkon ta ndryshojë që të gjejë qetësi. Një pjesë e brendshme e juaja nuk mund ta lërë të shkojë sepse diçka në atë ngjarje ju bëri të ndiheshit të zhvlerësuar, të pakuptuar ose të shpërfillur. Për shembull, mund të mendoni për një fjalë të ashpër që dikush ju tha, ose për një moment kur nuk guxuat ta thonit atë çfarë ndjenit. Kjo mund t'ju bëjë të ndiheni të tensionuar, sikur diçka ka mbetur pesull. Më lejoni t'ju udhëzoj për një mënyrë të thjeshtë për të qetësuar mendjen. Pyesni veten me butësi. Çfarë do doja të kisha thënë në atë moment? Kjo nuk ka të bëjë me ndryshimin e të shkuarës. Ka të bëjë me të dëgjuarit e vetes. Po ashtu, ki guxim të pyesësh veten. Çfarë emocioni po shmang duke ripërsëritur këtë? Ndonjëherë mendja spiralizohet për të shmangur pikëllimin, zemrimin ose zhgënjimin. Duke qenë të vetëdijshëm për këtë, tek ju mund të fillojë një ndjenjë qetësie. Mendoni për një moment tjetër. Mbase kjo bisedë me veten ka ndikuar dhe për ngjarje më të hershme në jetën tënde. Ndoshta kjo nuk ka të bëjë me atë që ndodh tani, por me një plagë të hershme që ende nuk është shëruar, ose me një pjesë të vetes që nuk është ndjerë e parë. Kur e shihni kështu, mendja fillon të qetësohet sepse merr kuptim. Po ju tregoj një shembull të thjeshtë. Një kolegi juaj zëri se ju tha diçka që ju bëri të ndiheni të injoruar. Në vend që të ripërsërisni bisedën për javë me radhë, pyesni: pse më bëri kjo gjë të ndihem kështu? Ky është momenti kur mendja fillon të kuptojë pse dhe jo thjesht të ripërsëris. Një mënyrë tjetër për ta bërë më të qartë është të ndani mendimet dhe ndjenjat në dy kolona. Në të majt, shkruani atë që ju shqetëson. Fjalët që të thanë, kujtimet, mendimet që keni për atë situatë. Dhe në të djathtë, përgjigjuni butësisht. Çfarë ndjeva? Çfarë do më kishte bërë të ndihesha i mbështetur? Cila nevoja ime u injorua? Në fund, shkruani një fjali të vetme që përmbledh atë që mendja juaj po përpiqet të thotë. Doja të ndihesha e respektuar ose kisha frikë që të keq kuptohesha. Kur e bën këtë, mendja fillon qetësohet, ajo ndalon spiralen e përtypjes dhe fillon të shikojë se çfarë është e rëndësishme, çfarë mund të mësohet dhe si të ndihet më mirë. Jo me gjykim, jo me ngut, por me kuptim dhe qetësi. Dhe kështu, çdo mendim që duket i përsëritur, çdo bisedë që ka ngelur, bëhet një mundësi për të kuptuar më mirë veten, për të ndjerë atë që nuk u ndje dhe për gjetur qetësinë brenda nesh. Mendja mund të pushojë jo sepse problemi është dukur, por sepse ju keni filluar të kuptoni dhe të qetësoni atë që ndodh brenda jush.